Për shekuj me radh, kanalet kanë riformësuar botën tonë. Ato kanë ndryshuar vijat bregdetare, kanë devijuar lumejnë dhe kanë transformuar vetë modelet e tregtisë globale. Kanali i Suezit lidhi Mesdheun me detin e Kuq, duke hapur një rrugë të drejt për drejt Azisë. Kanali i Panamas bashkoi Atlantikun me paqësorin, duke ripërcaktuar udhëtimin detar dhe tregtinë. Tani, po shfaqet një propozim i ri që mund të transformojë zemrën e Euroazisë. Bëhet fjalë për një rrugë ujore prej 700 kilometrash që lidh detin Kaspik me detin e Zi. I mbështetur nga Rusia, Kazakistani dhe potencialisht Kina, ky projekt prej 20 miliard dollarësh mund t'i japë Azisë qendrore pa dalje në det një port drejt oqeaneve të botës. Deti Kaspik është trupi më i madh i mbyllur i ujit në botë. Ai përmban rezerva të mëdha nafte, gazi natyror dhe drithi, dhe vendet përreth tij mbështeten te këto burime si linja jetike ekonomike. Por deti Kaspik ka një problem madhor. Nuk ka dalje natyrore drejt oqeaneve të botës. Çdo dërgesë drithi, qeliku apo nafte duhet të kalojë përmes vendeve fqinje për të arritur tregjet globale. E vetmja rrugë detare e disponueshme sot është kanali Volga-Don, i përfunduar në vitin 1952 gjatë sundimit sovjetik. Me vetëm 3.5 metra thellësi dhe i kufizuar për anije rreth 5.000 tonëshe, ai thjesht nuk mund të akomodojë madhësinë anijeve moderne të mallrave. Trafiku është i ngadalt, sezonal dhe i rregulluar fort. Ai është ndërruar në një ngushticë që u kushton eksportuesve miliarda çdo vit dhe kufizon konkurrueshmërinë e ekonomive kaspike. Kazakistani në veçanti ka qenë prej kohësh i kufizuar nga kjo varësi. Pavarësisht se është një nga prodhuesit më të mëdhenj të drithit në botë, ai nuk mund të eksportojë lehtësisht në shkallë të gjerë, pa negociuar aksesin përmes shteteve të tjera. Për një rajon me burime të bollshme, por me akses të kufizuar, mungesa e një rruge me ujëra të thella ka formësuar realitetin e tij ekonomik për dekada. Kur Kazakistani fitoi pavarësinë në vitin 1991, vendi u gjet papritur me territor të gjerë, pasuri energjitike dhe një pozicion strategjik, por pa dalje në det. Presidenti Nursultan Nazarbayev besonte se kjo mungesë e aksesit të drejt për drejt në transportin global po e mbante mbrapa kombin e ri. Ai imagjinonte një të ardhme ku Kazakistani do të mund të arrinte detin sipas kushteve të veta, pa u mbështetur në rrugë tranziti të kontrolluara nga të tjerët. Deri në vitin 2007, Kazakistani propozoi zyrtarisht idenë e një kanali me ujëra të thella Rusisë. Kjo ndodhi në një moment vendimtar. Kina sapo kishte filluar nismën, rripi dhe rruga, një plan gjithëpërfshirës për të riformësuar tregtinë nëpër Euroazi përmes sekurudhave, tubacioneve dhe porteve detare. Një kanal i ri që lidh detin Kaspik me detin e Zi përshtati në mënyrë të përkryer me këtë rrjet në rritje. Propozimi harmonizoi interesat e tre aktorëve kryesor. Rusia mund të modernizonte një rrugë të vjetëruar të epokës sovjetike, Kazakistani të fitonte pavarësi detare, Kina të siguronte një tjetër korridor perëndimor për tregti. Pak ide infrastrukturore premtojnë kaq shumë për kaq shumë palë. Dhe kjo është arsyeja pse, pavarësisht ndryshimeve politike, pengesave financiare dhe aleancave në lëvizje, koncepti nuk është dukur kurrë plotësisht. Kanali i propozuar i Euroazisë do të shtrihej rreth 700 kilometra nëpër Rusinë jugore, duke ndjekur një korridor gjeologjik të njohur si depresioni Kuma-Manich. Kjo lugin natyrore e ulët ofron një nga rrugët e pakta të realizueshme për një rrugë të tillë ujore, duke shmangur malet dhe ndryshimet e mëdha të lartësisë, që do ta bënin ndërtimin shumë më të vështirë. Kanali do të kishte një thellësi rreth 6.5 deri në 7 metra, duke lejuar kalimin e anijeve me peshë nga 10.000 deri në 15.000 tonë. Kjo është pothuajse 3 herë kapaciteti i kanalit Volga-Don. Vëllimi i ngarkesave mund të arrijë nga 75 deri në 100 milion tonë në vit, duke renditur kanalin në rrugët më të ngarkuara të transportit detar në botë. Portet përreth detit Kaspik si Aktau në Kazakistan, Turkmenbashi në Turkmenistan dhe Astrakhan në Rusi do të fitojnë akses të drejt për drejt në detin e Zi. Prej andej, anijet globale
mund të kalojnë përmes ngushticave të Turqisë drejt Mesdheut dhe më pas në tregjet globale. Për ekonomitë e brendshme të Azisë Qendrore, kjo është transformuese. Ky projekt do ta kthente një det të mbyllur në një qendër tregtare detare dhe do të krijonte korridore të reja tregtie që lidhin Evropën, lindjen e mesme, Azinë dhe Afrikën. Ndërtimi i një kanali të kësaj shkalle do të ishte një sipërmarrje krahasueshme me projektet e kanalit të Suezit ose atij të Panamas. Miliona metra kub dhe do të duhej të gërmoheshin. Struktura betoni do të ngriheshin përgjatë qindra kilometrave. Qytete të tëra, hekurudha, tubacione dhe rrjete rrugore do të ndërtoheshin ose zgjeroheshin për të mbështetur ndërtimin dhe logjistikën e ardhshme. Por sfida nuk lidhet vetëm me përmasat. Deti Kaspik ndodhet 28 metra në nivelin e detit. Deti i zi, jo. Kjo do të thotë se uji nuk mund të rrjedhë natyrshëm përgjatë kësaj rruge. Inxhinierët duhet të ndërtojnë një seri portash dhe stacionesh pompimi të sofistikuara për të rregulluar nivelet e ujit dhe për të stabilizuar rrjedhën. Këto sisteme duhet të funksionojnë në mënyrë të ngjashme me ato të përdora në kanalin e Panamas, por në një shkallë të përshtatur për anije më të mëdha dhe më të gjata të maldrave. Kushtet e tokës paraqesin një tjetër sfidë. Pjesa më e madhe e terrenit është e thatë dhe e prirur ndaj erozionit. Për të parandaluar shembjen e brigjeve dhe kripëzimin që mund të dëmtojë tokat bujqësore, projekti kërkon përforcime të gjëra, basene balancimi të ujit dhe sisteme menaxhimi të ujitjes. Sisteme moderne navigimi duhet të integrohen në kanal, duke lejuar anijet të udhëtojnë në korsi me 2 drejtime, të udhëhequra nga gjërmimi në kohë reale dhe kontrolli automatizuar. Në kulmin e ndërtimit, 10 mijëra punëtor mund të punësohen në fronte të shumta pune, ndërsa projekti pritet të zgjasë nga 10 deri në 15 vjet. Sfida më e madhe nuk është inxhinieria, por financimi. Një projekt i vlerësuar mbi $20 miliard shoqërohet me rrezik të madh financiar dhe politik. Rusia është e interesuar, por ekonomia e saj është e ngarkuar dhe nën sanksione. Kazakistani e mbështet kanalin, por nuk mund ta financojë i vetëm. Kina mbetet investitori më i mundshëm, duke pasur parasysh përvojën e saj në ndërtimin e megaprojekteve dhe interesin për forcimin e rrugës tregtare euroaziatike. Përmes bankave shtetërore dhe partneriteteve të nismës, rripi dhe rruga, Kina ka kapacitetin të financojë dhe të ndërtojë një infrastrukturë në këtë shkallë. Por tensionet gjeopolitike, aleancat në ndryshim dhe periudha e gjatë e kthimit të investimit i bëni investitorët të kujdesshëm. Askush nuk dëshiron të angazhohet, derisa përfitimet të afatgjata të jenë të padiskutueshme. Gjeopolitika ndërlikon gjithçka. Irani dhe Azerbajxhani shqetësohen se një kanal i ri do të jep të Rusisë edhe më shumë ndikim mbi tregtinë e detit Kaspik. Turqia, e cila kontrollon Bosforin dhe Dardanelet, ngushtica që çdo anije duhet t'i kalojë për të arritur Mesdheun, do të mbante ende portën përfundimtare. Edhe nëse kanali e hap detin Kaspik drejt detit të zi, Turqia mbetet portieri drejt botës së gjerë. Ka gjithashtu pikpyetje rreth vëllimit të tregtisë. Nafta dhe gazi po transportohen gjithnjë e më shumë përmes tubacioneve. Tregjet po ndryshojnë. Kritikët argumentojnë se kanali është një ndërshtyr nga politika, jo një domosdoshmëri ekonomike. Mbështetësit thonë se ai është investim afatgjat, i cili mund ta formsojë rajonin për shekuj, jo vetëm për dekada. Një projekt i tillë gjithashtu do të sillte shumë ndryshime mjedisore, duke vendosur në rrezik ekosisteme të ndryshme delikate. Planet parashikojnë rezervuar artificial, porta me rrjedhje të kontrolluar dhe kalime për peshqit, të projektuara për të mbrojtur jetën e egër. Por historia tregon se sapo sistemet ujore ndryshohen në këtë shkallë, pasojat janë të vështira për tu parashikuar dhe pothuajse të pamundura për tu kthyer mbrapsht. Debati mjedisor mbetet një nga pengesat më serioze të projektit. Që nga viti 2025, kanali Euroazis mbetet në fazën e planifikimit dhe të vlerësimit të fizibilitetit. Studimet të detajuara inxhinierike janë në zhvillim dhe negociatat vazhdojnë. Nëse financimi dhe marrëveshjet politike përputhen, ndërtimi pritet të fillojë më vonë gjatë kësaj dekade. Ndërtimi i kanalit të Euroazis do ta bënte atë
të qëndronte në krah të kanalit të Suezit dhe atij të Panamas, si një nga rrugët ujore më të mëdha të historisë. Ky kanal do të sillte riformësimin e rrjeteve tregtare, ripërcaktimin e fuqisë rajonale dhe të hapte zemrën e mbyllur të Eurazisë drejt detit. Por për momentin ai mbetet një ide e guximshme, një vizion i pezulluar mes ambicjes dhe realitetit, një ardhme që pret momentin e saj. Kjo ishte gjithçka për sot. Klikoni butonin subscribe për më shumë përmbajtje të tilla. Faleminderit për shikimin.